Kuvendi i Republikës së Kosovës, pra pas miratimit në seancën e sotme e të jashtëzakonshme, që do të mbahet në orën 19, do t'i ketë 16 komisione parlamentare, pra 4 komisione të përhershme dhe në anën tjetër 12 komisione funksionale me nga 11 antar, me përjashtim të Komisionit për drejtat dhe interesat e komuniteteve me 12 antar. Pra ndarja e komisioneve, sipas formulës, është bërë sot në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Natyrisht që grupet parlamentare dhe në orën 19 do të njoftojnë se kush kryeson dhe kush do të kryesoj këto komisione parlamentare, por ajo çfarë është e rëndësishme të thuhet është që vetëvendosja do të kryesojë 9 komisione parlamentare, PDK-ja 3 komisione, LDK-ja 2 komisione, Lista Serbe 1 komision dhe grupi multietnik do ta kryesojë 1 komision. Në anën tjetër po ashtu miratuam që të trajtohet kërkesa e qeverisë për ndarjet buxhetore për muajin mars, pra 1/12 sipas ligjit për qeverinë, dhe në anën tjetër rregullorën e punës së qeverisë. Pra në përputhje me këto dokumente, qeveria ka bërë këtë kërkesë për Kuvendin e Republikës së Kosovës, prandaj edhe kjo çështje do të jetë si pikë rendi ditës në seancën e sotme të jashtëzakonshme që do të mbahet në orën 19, dhe çështja tjetër ndërlidhet me një rezolutë që ndërlidhet me procesin e padrejtë që po zhvillohet në Hagë ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas diskutimeve në kryesinë e kuvendit, ka vullnet nga grupet parlamentare që kjo rezolut ta marrë mbështetjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Do të ketë paraprakisht një takim të përfaqësuesve të grupeve parlamentare për ta diskutuar më tej rezolutën, por besoj që pavarësisht dallimeve që mund t'i kemi për çështje të ndryshme, kur bëhet fjalë për luftën e drejtë ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në raport me proceset e padrejta që po ndodhin në Hagë, duhet jemi të unifikuar, duhet të jemi bashkë. Sipas njoftimit që kam pranuar sot, qeveria ka miratuar marrëveshje ndërkombëtare dhe natyrisht që sapo t'i kemi të pranuara gjithësisht procedura në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ne do t'i trajtojmë. Ne jemi të vetëdijshëm që këto marrëveshje ndërkombëtare janë tepër të rëndësishme, prandaj unë uroj që të ketë unifikim të gjitha grupeve parlamentare në mbështetjen e tyre. Sigurisht që edhe buxheti për këtë vit, pra për vitin 2026 është shumë i rëndësishëm dhe ai do të trajtohet në përputhje me rregullorën e kuvendit. Ju e dini që rregulloria përcakton që duhet kalojnë 48 orë derisa ai të trajtohet, por jam shumë e bindur që do t'i adresojmë përgjegjësitë që i kemi shumë shpejt.